Gjesti është në qendër të vëmendjes, pasi në rrjet po qarkulloi lajmet se i ka vendosur të largohet nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, e Big Brother VIP Albania. Pikërisht, këto spekulime kanë ndezur diskutime mes fansave, të cilët pyesin pse do të largohej tani që loja është në fazën e fundit. Influenceri Andrea ka publikuar 2 video në rrjetet sociale, ku pohon se Gjesti është tepër i lodhur pas 150 ditësh izolim dhe ka vendosur të largohet sot, të shtunën ose të martën. Ai ngriti dhe hipotezën se Gjesti mund të ketë marrë vesh se fitoria mund të jetë premtuar Rozana Radit ose dikujt tjetër, çka mund të ketë shtyrë ta marrë këtë vendim drastik. Nga ana tjetër, Anajt Kaloti, ish fituesi Big Brother VIP Albania, ka mohuar këto zëra, duke i cilësuar thjesht si spekulime dhe parashikime të pavërteta. A është ky fundi i rrugtimit të Gjestit në Big Brother VIP Albania? Mbetet për tu parë në Prime-in e sotëm.